Ta nisim nga firma, kur një zëvendës kryeministre dhe me cilësinë e ministres infrastrukturës firmos për të ndërtuar një aeroport, sigurisht kemi të bëjmë me një veprim procedurial administrativ që nënkupton që inicimin e një projekti të tillë. Por frymëzuesi i këtij projekti është zoti Rama, sepse pikërisht zoti Rama në çdo fushat zgjedhore ka përmendur Kuksin, por edhe Vlorën që do të bëjë aeroport. Do të thotë që bashkëpunimi ose forma e bashkëpunimit nënkupton nga kupola lart, pra kryeministrin, zëvendës kryeministrin Zonja Balluku dhe biznesmenin i cili ka marrë përsipër të bëjë një projekt. Unë nuk do merrem tek pjesa e projektit, sepse kemi të bëjmë me një mosmarrëveshje midis ortakëve dhe marrëveshje të mëvonshme të cilët kanë të bëjnë përsëri për ortakët. Por unë do të merrem tek goditja që i bëhet një personi i cili vjen nga pushteti ekonomik, pra një person i cili ka para dhe këto para do t'i investonte tek aeroporti. A janë të tia, apo nuk janë, apo janë të dikujt tjetër, kjo nuk na hyn punë. Pse nuk na hyn punë? Sepse këtu pikërisht duhet të kuptohet që po goditet një person nga pushteti ekonomik dhe kjo goditja që i bëhet këtij personi është edhe çdo goditje tjetër ndaj çdo personi tjetër biznesmen në Republikën e Shqipërisë ose biznesmen i cili vjen në Shqipëri për të investuar. Pra, keni kujdes sepse aty ku keni ndërtuar me djers dhe me gjak me ndershmëri pasurinë tuaj, në çdo moment me një marrëveshje famkeqe mund të përfundoni aty ku nuk e keni imagjinuar ndonjëherë. Pra, duke konkluduar dhe duke dhënë një analizë të qartë nga ana ligjore, është që një sipërmarrë serioz si në vendin tonë, edhe në juaj, duhet kuptoj që duhet analizoj riskun ku do shkoj të investoj. Partneritetin me kë bën partneritet dhe kush është në qeveri. Sepse në rast se ne dim që qeveria nga 2017 dhe sot nuk ka ndryshuar, pra është e njëjta parti, atëherë nuk kemi më shtetës së drejtës. Pra nuk kemi institucione të cilët janë të pavarura dhe të cilët kanë atë që themi autonominë e tyre duke respektuar kushtetutën. Pra, ju do të kuptoni vetëm një gjë, ju lutem. Unë jam dakord që prokuroria e Vlorës të niste një procedim penal kundër këtij aeroporti. Mirë, të hetonte. Nuk flasim ne për dënime. Të hetonte. Po nuk mund ta nisi prokuroria e Tiranës. Do më thot dikush, po nase nga andej filloi gjithë sekreti. Jo, nuk është e vërtet. E nis prokuroria e Vlorës, mund ta marrë për kompetencë prokuroria e Tiranës. Po pse duhet të niste nga Tirana? Kjo është pikpyetje. Pra, kjo është rrezik edhe ndaj çdo biznesmeni pra pushtetit ekonomik. Duhet të bëjmë një dallim, e kam thënë tek ju edhe do ta them vazhdimisht, unë kam respekt te pushteti ekonomik sepse me investimet e tij investon, edhe jep para tek qytetarët të cilët kanë në punë. Po nuk kam respekt tek ata të cilët quhen oligark që çdo gjë e marrin për veten e tyre dhe nuk i intereson çfarë bëhet për të tjerët. Pra, duhet të kemi një dallim, se nuk janë të gjithë njësoj dhe nuk jemi të gjithë njësoj. Pra, këtu duhet kuptoj pushteti ekonomik. Unë dua vëmendjen e pushtetit ekonomik, që të kuptoj mos bini pre më të kësaj natyre qeverisje ose keq qeverisje e cila ju bën edhe ju jep favore dhe në fund fare kujtohet nëpërmjet prokurorisë dhe thot hajdeni tani sepse erdhi momenti t'ju jetoj. Jo, pra nga ky gabim që është bërë te zoti Pacolli, duhet të kuptojnë ata të cilët vinë nga pjesa e pushtetit ekonomik që unë jam i bindur që i përfshi zotin Pacolli në këtë fushë, që është një person i ndershëm në aspektin e biznesit të tij, sepse është biznesmen, dhe biznesmeni është në biznes për të fituar, nuk besoj ka dalë për bamirësi. Dua të bëj apel dhe te pushteti tjetër që është ekonomik në vendin tonë të ketë kujdes dhe mos të bëjmë më marrëveshje të tilla, sepse do të jetë e sigurt që do të përfundojë në sitën e drejtësisë së kontrolluar. Po, me sa ne dim, Spaku ende nuk ka nisur një hetim mbi këtë çështje. Deri tani. Nuk ka rëndësi Spaku tani. Rëndësi ka që një prokurori e 1976-s fillon një hetim. Tani, do të them vetëm këtë gjë të lutem. Rëndësi kanë lekët a kanë ardhur nga produktet e veprës penale. Tani, a ka mund tabelën që jam Amerikan, a ka mund tabelën që jam shqiptar, a ka mund që jam Afrikan, a ka tabelë që unë jam rus, nuk ka lidhje. Ky është një mashtrim publik kjo.
Pse është mashtrim publik? Rritet si lajm ky që kush që ka paska një lek që i vikan nga Rusia ose ka marrë një kredi nga Rusia, supozojmë, ky që ka investitor i keq. Pra, sikur ne i kemi vendosur paras aspektin kombëtar që ky po vikan, pra, sa shqiptar jeton në Rusi, do të thotë që kanë spion, domethënë, që kanë kundër Shqipërisë. Po nuk është e vërtet kjo, do të jem serioz pak. Pra, duhet ne të shikojmë që këto vikan nga Rusia, do të fillojnë këta tanët ta europian-amerikanët që kanë shit shpirtë të shejtani, edhe të fillojnë bëjnë hetime. Këto janë mashtrime publike që i bëjnë këta, edhe bëjnë pjesë e lojës së pistë edhe të ndyrë që bëhet ndaj një biznesmeni, dhe jo vetëm ndaj një, pra unë duhet të them vetëm rasti këtij, sepse me heshtin që kemi bërë ne si shoqëri, me rastin e Begetit, me rastin e shumë biznesmenëve të cilët kanë ardhur në Shqipëri dhe çuditërisht zgjohet prokuroria e paanshme e pavarur dhe shkon edhe i heton ata. Edhe nuk heton ata të cilët janë oligarkë që çdo gjë i marrin në xhepin e tyre dhe nuk japin llogaritë askujt. Edhe s'ka krisje, edhe nuk ka krisje të kësaj natyre. Pra ai që merr lekë dhe i fut në xhepin e vet, nuk e llogarit asnjëri. Ky që ka i rregull. Ndërsa ai tjetri që vjen investon me paratë e veta, vjen jep çdo gjë për veten, jep garanci pasurinë e tij. Ndërton këtu në Shqipëri, merret me gjëra publike që janë në interes të vendit të tij. Biznesmen është vlla, do punoj, do marrë lekë se ka punën e vet. Po të paktën ai ka 1000 ose 2000 të punësuar, edhe shkon lekët e familjet e atyre që ka të punësuar. Jo ai që është oligark që i merr vetëm për xhepin e vet, nuk pyet për asgjë se. Megjithatë ti, domethënë pa dashur të futem shumë në detaje, po duke i qëndruar çështjes të mënyrë parimore flasim. Jo, edhe unë parimore po them. Ti ke ndjekur, po themi, edhe momentet kryesore të kësaj që është diskutuar gjatë këtyre ditëve. Pra, lë hije dyshimi dhe mënyra se si zoti Pacolli e ka përfituar, po themi, tenderin për ndërtimin e aeroportit, pra që kompania turke ja ka shitur aksionet për, po themi, 4.200-4.300 euro, pra gjithsesi ka hije dyshimi mbi edhe zotin Pacolli. Po, edhe njerë po ju them, kur ty të jepet një PPP dhe ti e merr ashiqare pa një projekt, pa një standard, pa një kualifikim të duhur, sepse ti duhet të vish para fushate, edhe të bësh çfarë, të vish me avionin tënd pa u bë aeroport, edhe të tregosh te populli që shiko, unë e mbajta fjalën tim si kryeministër. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që vetë ti e ke pranuar të bësh pakt me një person që është kryeministër. Po. Pra, zoti Pacolli në këtë moment që unë flas, nuk është se them e justifikoj për pjesën e tij të biznesit. Jo, unë them që nëpërmjet këtij që bëri çfarë? Mauri okejin e qeverisë dhe bëri pakt me qeverinë. Dhe tani që mori okej me qeverinë, tani zotëri nuk del dot nga kjo rrethore që na i ky kuadër që kanë vendosur. Po thjesht ti na del si një fakt konfliktual që aty ku nuk u gje gjua e përbashkët, ti monumentalisht je viktim, pavarësisht se edhe ti ke qenë bashkëautor i kësaj vepre. Pse? Është si rasti i famshëm. Të lash unë ty duke ndërtuar në hapësirën publike, po çat mora ty votën. Te Pacolli nuk e di çai ka marrë, por nuk më intereson. Është çështje tjetër kjo. Dhe çai bën popullit? Po, të fut në palishmëri. Po më thotë, zgjidh unë se flas me këtë, shoh unë djathtas majtas. Kur vjen momenti që dikush thotë, ky në fillim fillon ligji, nuk ka filluar në mes. Po ky sy erdhi me avion kështu. Pra, në shkelet penale, si puna e Kuksit, pa u ndërtu aeroporti, pa u vendos standarde, sepse aeroporti nuk ndërtohet sipas kualifikimit të kryeministrit ose të ministres. Ka një protokoll, zotri. Dhe avioni kur do të vi këtu vjen me një protokoll ndërkombëtar. Ne më shkelje, bërna jetim në i prokuror. Që u rrezikua jeta atyre personave, përveçse se nuk kemi faktin penal të pasojës së vdekjes së personave. U zgju dikush te aeroporti Kukës që bë mashtrim publik i radhës, pa licencim, pa standarde, pa asgjë. E tani na zgjohet prokuroria e Tiranës dhe na thot Pacolli që ka dyshuar tani lekët to andej djathtas majtas. Pra, këto janë mashtrime publike.
Pse zotëri nuk e procedove zoti Rama që prista ato duke bërë show publik në para 2021-shin, apo nuk ta mbante? Pra, nuk dua të them për zotin vetëm për zotin Pacolli, po për të gjithë të tjerë të kuptojnë që qeveria të lejë qëllimisht të shkelë ligjin, dhe sepse bën pakt, jo duke shkel ligjin dhe pa bën pakt me qeverinë. Ato është tjetër gjë, është diçka tjetër. Por ti duke bërë pakt dhe ajo tjetra që është bërë gjatë gjithë kësaj kohë është që në këto kohë që flasin bashkë, shkojnë në agjendat e BK-s edhe kruen duke kontrolluar tek oligarkët, tek këta pushteti ekonomik, duke bërë kontrolle, e kupton? Pra, tani u kujtuan këta, që këta qeka në pakt me palishmërinë. Prandaj edhe rasti Pacolli e sill në vëmendjen tuaj duke I thënë pushtetit ekonomik, jo oligarkëve, le, ato në punën e tyre. Pushtetit ekonomik, keni kujdes, mos bëni pakt me palishmërinë se kujtohet lishmëria në çdo moment, edhe në çdo kohë. Qartë. Si puna e shtëpiave që u prishën. Çdo gjë, pse? Të leju, më bë çfarë do të shpirti ty. Pse ka marr peng. Në momentin kur kujtohet, filloi dhe godas. Dhe ky është rasti Pacolli, duhet kujdeset pushteti ekonomik. Edhe një herë them që mos të bëhet viktime dhe mos të bëhet statistik e keqçeverisjes. Qartë. Mirë, e lëmë aeroportin, hidhemi tek një çështje tjetër që u bë lajm ditën e dieshme, raporti përfundimtar I OSBE Odirit në lidhje me procesin zgjedhor avokat të 11 maj. Duket sikur kishte shumë probleme, ka evidentuar realisht çështje të cilat duhen adresuar. Megjithatë, unë e kuptoj që jam duke folur me një gjuhë të drunjt, me gjuhën e raportit të OSBE Odirit. Po ti si e ke lexuar, po them, raportin e OSBE Odirit? Një raport I shkëlqyer për popullin shqiptar. Çfarë tregon? Zezat tona nga 1991. Nga 1991? Po, nga ty ku fillon rasti që ne kuptuam, ose jo, ne si popull kuptuam që politika mund të ndryshojë, por a jemi ne të aftë ta ndryshojmë politikën, e kemi parë nga 2017 butoni ka stakuar aty dhe nuk le të lëviz fare. Tani nuk le të lëviz sepse ne duhet themi të qytetarët disa gjëra të flasin për veten, mos flasin duke tiktu ai tjetri, ai ka fajin për gjithçka. Jo, ti themi qytetarëve që ky raport shfaq të vërtetën konkrete, jo të subjekteve politike, por atë që jemi ndërtuar ne si popull. Çfarë? Paktet, kompromiset, korrupsioni, padrejtësia, ignoranca në kulm, frika. Ky raport shfaqi kuadrin më të keq dhe më të ndyr tek një popull I cili kërkon të shkojë në Bashkimin Evropian dhe ndërkohë jeton akoma në Bashkimin Sovjetik. Pra, jemi ushtar ndaj ignorancës dhe aprovues të qartë të frikës. Pse? Një, administrata shtetërore vegël e partisë në pushtet. E ndryshuam ne si shoqëri duke ndëshkuar politikanët me vot? Jo. Qa bëjmë? Themi, fajin e ka Saliu, Iliri, Edi Rama, Gjerthës Majtas, dhe nuk na mban ne që këtë të cilën e kemi perceptimin ton, shkojmë dhe ta ndëshkojmë me vot. Çfarë? Derisa që ka Saliu, Iliri, Edi, I keq, shkon të një tjetër më I ri. Pse? E ky tjetri. Shkon të një tjetër. Shkon të njerëz të tjerë të ri. Kishe sa të duash, kishe në 11 maj, kishe 11 alternativa. Dhe ti nga 11 alternative shkove të alternativat e tua të vazhdueshme. Ky është raporti. Ky raport shfaq edhe na prononcon qartazi çfarë? Marrëveshjen politike që ka pasur populli shqiptar dhe ka me klasën politike te rushfeti, te korrupsioni, te jo meritokracia, se nuk ka ekziston meritokraci, këto janë pralla. Se të kishte meritokraci këtu, nuk do të qante tjetri edhe të fuste në punë, të bënte për vota, të bënte punë që të merrte një vend pune. Mirë, kjo është kuadri të cilin ne të gjithë e kemi legjitimuar. Me parti pa parti. Pra, kur që e kam unë me parti, e mbyll gojën edhe jam punë, e kupton?
Më heq partia nga puna, kujdes tani sekretin, dhe kur unë kam marrë lekë edhe kam mbyllur gojën, kam qep gojën, se kjo është një marrëveshje zotri, kur përdor partia dhe më flak mua si prezervativ, thot pastaj, nuk bëhet ky vend. Po pse nuk bëhet ky vend më të pyes? Ha, pse? Se ishte në kuadrin e bashkëpunimit me partisë, a e nga mjes deri në darkë, përfitoj me taksat tona, bëje qylet apo nuk e di çfarë bëj aty ta i vendi aty punës, dhe na thonë nuk bëhet ky vend. Po votën e jepes me familje dhe me si bakti me vete. Ky është raporti zotri, ky është raporti, te gjë është fakt raporti.